Përshëndetje hoxh, a bën njeriu sevap kur i ndihmon njeriu që është në karrocë përshëndetje? Shpresohet tek Allahu i lartësuar që të shpërblehesh. Çdo të mirë që bën, nëse e bën për hir të Madhit Zot, shpërblehesh inshallah. Allahu i lartësuar thot në surën Ali Imran: "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh." Çfarëdo të mire që të bëjnë, nuk do të mohohet shpërblimi. Kështu kuptohet prej ajetit. Me rëndësi është që kur e ndihmon dikë me e bë për hir të Zotit gjithësisë. Po ashtu profeti alayhis salam thot në një hadith: Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmë të robit përderisa robi është në ndihmë të vllait të tij. Me i ndihmu njerëzit, me u gjend atyre pranë, me i ndihmu njerëzit që janë me aftësi të kufizuara për hir të Madhit Zot.